është një nga lagjet më të mëdha të kryeqytetit. E të mëdha duket se i kanë edhe hallat banore të kodrës së trimave në Prishtinë. Vërshimet e fundit kanë sjellë sërish reduktime në këtë lagje. Me që një muaj e diçka. Prej një muaj e kënina i kem shumë. Bili me pas me ditë orarin kur është, ashtu s'po kem orar, mëromjet vjen, shkon, nalet. Urdhëtive kanën që një prej që kanë vërshimet, prej orës në 4 mëromjet dhe gjysë në 5 mëngjes nuk ka. I thirrë me telefon të ka, bojna, ma për lagjen të nuk merë kush, kur farë arsye, heq na jena diskriminuar prej tana, me rrymë, me ujë, me krejt jena, me rrugë, me krejt, veç bëhet nështë a qalla mirë. Mungesa ujit të peshëm në shtëpi, banorët po i detyron të drejtohen marketeve. Nolën, bovak i edhe ditën, 3-4 orë, pej 10 deri në sabah, mëngjes nuk ka ujë. Blejna ujë me pi, që me bënë. Po thënë jo e pastrujnë, po blesh i madhë. Kjo gjendje një mërgjimtari po ja vështirëson pushimet. 20 herë po i në ditët po dalë kur s'po gjoj. Me shërby, vetëm me bo shërbimin korrekt. Kur gjë tjetër? Zduhet kur gjë ma shumë. Ose me njoftu njerëzit që s'ka. Nga komuna e Prishtinës të Enjtën thanë se kjo problematikë është përgjithësia ujësjellësit. E këta të fundit fajen i lën vërshimeve të fundit teksa premtuan zgjidhje të shpejtë. Pas rreshjeve të fundit në vendin tonë është vërejtur një rritje e konsiderueshme e turbullirës së ujit, sidomos në burimet sipërfaqësore dhe në sistemet e furnizimit që varen nga to. Kjo situatë është pasojë e prurjeve të mëdha, të cilat kanë sjellë sedimente dhe materiale të ndryshme në burimet ujore, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e ujit të papërpunuar. Në impiantin e trajtimit në Albanik, aktualisht po punohet me kapacitete minimale për shkak të nivelit të lartë të turbullirës, i cili e vështirëson procesin e trajtimit dhe kërkon masa shtesë për filtrimin dhe pastrimin e ujit. Ekipet teknike janë të angazhuara vazhdimisht për të menaxhuar situatën dhe për të siguruar që uji i shpërndar të përmbush standardet e sigurisë. Situata pritet të stabilizohet shpejt. Ndryshe nëse gjendja nuk përmirësohet, banorët e kodrës së trimave kanë paralajmëruar edhe protestë.